Të nderuar praneshëm, ishte dënuar politik dhe personalitete të cilët janë në mesin tonë. Edhe pse është një numër simbolik, megjithatë ka një kuptim shumë të madh. Qëllimi i këtij takimi është ftuar me kërkesën e organizatës jo qeveritare Liria ka emër. Ata kanë organizuar 2 marshe publike për lirimin e ish udhëheqësve politik të Kosovës. Njëkohësisht edhe Jakub Krasni, që ishi burgosur politik, ka qenë gjatë viteve 80-ta, dhe këta konsiderohen se janë të burgosur politik. Për këtë arsye e kanë ftuar këtë takim dhe kërkojnë mbështetjen nga shoqatat burgosure politik. Shoqatat burgosure politik në 2 marshimet e para, Liria ka emër që janë mbajtur në Prishtinë, dhe në 7 gusht të vitit para 2 viteve që mbajtën ai marshi nga organizatat e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ne kemi qenë pjesë përbërëse, jo vetëm mbështetëse e atij marshi, e asaj proteste. Gjithmonë shoqatat burgosure politik ka mbrojt parime, mbron dhe do të mbroj. Shoqatat burgosure politik ndjek politikën kombëtare. Mbi këtë bazë, edhe këtë kërkesë të shoqatës, po e quaj ashtu Liria ka emër, e mbështesim dhe urojmë që t'jetë mbështetja e fundit dhe lirimi nga gjykata e Hagës me akt gjykim lirues të Hashim Thaqit, të Jakub Krasniqit, Kadri Veselit dhe Recep Selimit. Për më tepër, fjalën ja kaloj nënkryetarit të Xhevat Bislimit, shoqatës burgosure politik, njëkohësisht është edhe kryetari i shoqërisë Lëvizja. Qëllimi i saj nuk është të jap drejtësi, por të jap dënime politike, të dënoj luftën qërimtare të popullit shqiptar, guximin e këtij populli për të luftuar për lirinë e vet, dhe të qetësoj shpirtrat në Serbi, të cilët edhe sot nuk po qetësohen, sepse humbja atyre ka qenë historike, por shumë historike është fitoria e Kosovës, e popullit shqiptar. Prandaj ne kemi qëndrojmë dhe do të qëndrojmë për krah luftëtarëve të lirisë, për krah të gjithë atyre që u përpoqën, luftuan, sakrifikuan për lirinë e vendit, të cilën edhe sot përpiqemi ta mbrojmë, ta çojmë më tej dhe duhet ta mbrojë çdo qytetar i këtij vendi pavarësinë e Kosovës nga Serbia, sepse pretendimet e Serbisë nuk kanë pushuar asnjëherë, janë edhe sot prezente, kërcënimet e saj janë përhershme për lirinë e Kosovës, prandaj kërkohet që të jemi bashkë në përkraje të luftëtarëve të lirisë, drejtuesve të luftës qërimtare të USHK-s, deri në lirimin e tyre, sepse papajësia e tyre është e qartë si drita e diellit, nuk ban mëkat, nuk ban krim ai që lufton për lirinë e popullit të tij, nuk kanë bërë asnjë krim as këta. Krimi vetëm thojza është që Kosova sot është e lirë, e pavarur, dhe sigurisht që brezat pas nesh do ta çojnë më tej, atje ku kanë synuar këta, kemi synuar ne, kanë synuar të gjithë brezat para nesh, bashkimin e kombit në një shtet të vetëm, garancia e vetme për të qenë gjithmonë të lirë, gjithmonë të pavarur, gjithmonë të pakërcënuar nga fuqitë fqinje, të cilat sot e kësaj dite mbeten kërcënim për lirinë tonë. Një faleminderit, liri për të burgosurit e fundit politik që po mbahen padrejtësisht në hall. Kur jam në shtëpinë të burgosurve, shumë let e di që jam mrena një shoqënie që religjion e ka shqiptarizmin, zot vet. Dhe është shumë let me fol, sepse
s'ka rëndësi ma prejardhja as politike, as geografike, po qëllimi i përbashkët. Jo rasisht e kem thonë që ata t'jen Hag janë të burgosunit e fundit politik, janë kolegë të juj, nuk e kem thonë në formën cinike, nuk e kem thonë në formën metaforike, po e kem thonë në formën reale, sepse konsiderojmë në vazhdimsi që atje politika i ka parapri drejtësisë. Dhe këtu me nda me juve me shumë për juve kujtime dhe me ndërtu rrugtimin ton për liri, sepse gjatë bisedave edhe me Bacën Selatin e kem potencu që guerila dhe lufta ushtrisë lirimtare të Kosovës pa të burgosunit politik metet abstrakcion që nuk mujmë as teorikisht me zbërthy. Sepse keni qenë ju ata që i keni parapri, e keni majt flakën ndezun prej Bacës Adem e shumë tjerve që kanë qenë qënjimi rrugës tonë për liri. Dhe UÇK-ja është veç një zgjatim i juji, i besimit juj në shqiptarizmën që e thash edhe në fillim. Do të thot, paka shumë jem me bashkë luftar të atyne që janë Hag, paka shumë jem me bashkë themelus të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe paka shumë jem në pozicionin që besojmë njëjtë me ata se çka ka ndodhë dhe çka të ndodhë. Une nuk e kisha zgatë ma shumë, se kom edhe shumë me mësu për juve, edhe kom qef ma shumë me ndëgju se me folë. Falenderit edhe njerë gjithve për gatishmërinë, sepse me të vërtet, kur është puna për kombin, kur është puna për shqiptarë, gjithë duhet jemi bashkë, pa marë parasysh për ardhjet tona. Falenderit shumë. Kur lirova, kom hasë në njerë që kanë thonë ku qështë nga une, ose edhe sëtë së ditë të e të isha ka dhone, ka me të mërakë si kom pjesë. Po mendoj që obligimin ndaj dheu, jo vetëm burgosit, jo vetëm shtatë shqipës në darë të Kosovës, po asë njëri për neve të gjallë nuk e kemi kry obligimin ndaj dheu. Obligimin ndaj dheu kemi dhe sa të jemi gjallë. Vetëm e ata që kanë kry obligimin ndaj dheu janë dëshmorë. Kurse ne të gjallët kemi obligim ende për dheu, dhe mendoj që njëra prej punëve kryesore, obligimet tona kryesore, si shqiptar, është momenti tash kur duhet të jep në vargun e atyne që po bëjmë diçka për t'i mbrojtur jo vetëm këta 4 burra, po për t'a mbrojtur Kosovën. Mendoj që është koha më vendimtare për me bërë diçka për Kosovën, sepse ta jo vetëm si përfaqësues politik të UÇK-s, jo vetëm si UÇK, po janë themeli i shtetit të Kosovës. Dhe që se arrim na që me mbështetjen tonë të lirojnë ta, të tjenë një gjykim i drejtë, pafajësia atyre, atëherë secili prej neve që sa do pak kemi bën një lëvizje, do të jemi pjesë e këtij suksesi dhe mos të vijë puna që pas 16 shtatore të themi e për çështë s'ka shëronë çështë bën ndonjë nga atë. Pra kemi momentin kur secili prej neve shqiptarëve të mobilizohemi, të jemi bashkërisht dhe sa më shumë të jetë sensibilizuar në këtë çështje që këta të lirohen nga burgu, gjithsesi të jetë të lirë dhe të dëshmohet edhe se Kosova është ndërtuar mbi themelet e forta, mbi themelet ku çdo shtet që pas dëshirë të kishte themelet të forta dhe të tilla. Prandaj edhe vajtire ka ky vend që të mobilizohemi secili të fillu prej neve sa më shumë të rrezatojmë dhe të sensibilizojmë çështën dhe sidomos me atë ditën e protestës të jemi sa më shumë bashkërisht, dhe zëri jonë të dëgjohet atje ku duhet dhe të kemi së bashku në mesin tonë edhe këta 4 bashkëlëtëtarë mund të quajnë, po edhe si burgosën dhe si ish edhe të UÇK-s. Pra edhe herë i falenderoj shumë sidomos juve për këtë iniciativë të kahmoshme, të themi kahmoshme se bën disa vitesh, por mirë me këtë organizim e shpresoj se qysh vendimin tanë ka qenë të suksesshëm ato, po kjo do të jetë kupolla apo çështja mbitorte ku do të realizohet një synim i gjithë shqiptarëve. Prandaj edhe herë duke uru sukses, të dalim faqe bardhë ditën për të shpallë pafajësia atyne, ju uroj që edhe herë të mobilizohen atë si kupolla. Faleminderit. Ne kemi qenë një fazë më të hershëm u tha dhe këtu, edhe kërkesa themelore jona ka qenë bashkim me Shqipërinë, po pastaj në ngjarjet e tëra të nishës u përkrah kërkesa Kosovë Republikë si fazë e parë.
Edhe sot e mendoj që ka qenë faza e parë, ndërsa e dyta bashkimi dhe mendoj se çdo ditë do të me punu në një formë tjetër për bashkimin me Shqipërinë. Kemi orë këtu dhe ku kemi orë. O shpoll pavarësia krejt këto, po unë vretën akuza ndaj ushtrisë ndore të Kosovës, edhe akuza morbide të kisha thonë për trafikim organësh e tjera, gjë që u pranu në gjykatë për dalë kundër këtyre akuzave dhe për ta bindë botën se nuk ka të bëjmë me ato akuza. Realisht ka qenë dashur me u ndalë kjo procedurë në kohën kur edhe vetë deklaruan që nuk ka të bëjë kur gjë me trafikim organësh. Dhe pse është përdredha në një formë krejt tjetër, ajo është diçka tjetër dhe dihet që pas kësaj ka qenë plani serb-rus që vërtet me devalvu sa më shumë ushtrisë ndore të Kosovës. Janë të përballë këta 4 të burgosit e fundit me akuza, po ashtu prap morbide të kisha thonë, për faktin se nuk ka të bëjë me akuzat që ngarkohen, edhe nëse do të dënohen me këtë akuzë, për ndërmarrjet bashkë kriminale nëse dënohen, sigurisht që Kosova do ta ketë një goditje tepër të rëndë. Prandaj jo që duhet me u gëzu si do budallën që janë edhe do vërtet me karakter tult edhe antikombëtar, që thonë që është bash mirë që do dënohen, se ata po ndoket s'marrin vesh bashkë as sa për te unë vetë shohin, po këta duhet lirohen të pafajshëm sepse edhe janë të pafajshëm. Akuzat që bon janë absurd. Prandaj na liria ka emër, po edhe krejt ne që jemi këtu, mendoj që kemi një obligim, kemi një detyrë. Na duhet të bëjmë shmos që sa më shumë të ketë në tubimin e marshit që do ta bëjmë, marshin e lirisë. Jo dhe mendoj që kemi obligim secili, jo veç me ardhë, po edhe me marrë njerëz sa më shumë, me mbind njerëz sa më shumë, se kjo është një luftë tjetër që në është imponuar, e cilës duhet i dalim në skaj. Prandaj, unë edhe po kërkoj për pos vetin që po ngarkoj, po edhe gjithë tjerë, edhe si shoqat e të burgosëve politik, me u marrë me këtë çështje deri sa të përfundon ky marsh. Dhe nuk është veç ky, është dhe 16 shtatori, ku do t'jetë verdikti, na po besojmë që do t'jetë një verdikt i cili do t'na gëzoj, po duhet t'jemi të përgatitur për matuti. Kjo njollë nuk gëzën me qenë të shqiptarët, kjo që po akuzojme edhe që po duan të na vënë një njollë shumë zezë. Unë ju falenderoj, po njerë kërkoj që vërtet angazhohemi deri në fund. Faleminderit. Vërtet shoqëria jonë ne mund bëjmë llafë sa të dojmë. Ne mund të sillim edhe në retorika politike. Por sinqerisht këtu kemi dështuar. Kemi dështuar si shoqëri. Pak kemi bërë. Shumë pak kemi bërë. Para të falenderova platformën Liria ka emër që ka bërë një punë të jashtëzakonshme, duke mbështetur, padyshim edhe me mekanizma tjera, edhe shoqatet e dalën nga lufta, por jo në nivelin që është dashur. Kemi një çrëditje shoqërore të jashtëzakonshme. Së dhe 26 vjet, djali im i madhi i ka 25 vite. Ende ndihen fjalët më të këqija, duke i thyer ish të burgosit, sakrificën e njerëzve tanë, duke i thyer ish udhëheqësit tanë. Dhe kjo çrëditje, shok miq, neve nuk na shpija askund. Na shpija në gërmim. Po jo një shoqëri që kemi ndërruar si baca Hidayet Hussein e ri, një shoqëri e hapur, një shoqëri e lirë, një shoqëri demokratike dhe një shtet të fortë. Jemi larg atyre ambicieve. Ajo që kërkohet, edhe ky mobilizim i sotshëm, ky takim i sotshëm në vendin, në këtë shtëpi të ish burgosit politik, që të mobilizohemi vërtet, ta përcjellim mesazhin e platformës, mesazhin të gjithë njerëzit tanë, kudo që janë, që tubimi domosdoshmërit tjetë tubim masovikisht.
që të regojmë edhe qendrave vendimarrëse të botës demokratike, të bashkimit evropian, që mos bien ndajtitje me Serbinë, ashtu siç kanë ra dikur në përpjekjet e tona shokollore për liri dhe barbarësi. Vërtet, shok, liria ka emër vetëm me dumë shtator me ardhen e këtyre burra në Kosovë. Faleminderit shumë. Askush nuk ka përjetuar më rënd se sa ne të burgot politik. Pse e kemi provuar me jetën tonë, me familjen tona, me lëkurën tonë. Për qenë çudia mbi çdo çudi, magjikatave të unikut fillimisht, pa gjykatave të Kosovës fatkeqësisht, të vazhdu me gjykatën e Euleksit dhe për të kulmuar me gjykatën e Hagës. Dhe tash, mas fine 4 gjykatave, sikur nuk mjaftoj, e po duke për dikon, nuk ka mjaftuar, duhet bëhet diçka, as më pak, as më shumë, në gjykatë speciale. Dhe vërtet, kjo është gjykatë speciale. Nëse ka diçka të vërtet kjo gjykatë, vetëm në emërtim e ka. Gjykatë speciale. Jem shumë i bindur, sikur që jem të gjithë bashku, se në asnjë mënyrë nuk mund të imagjinohet burgosja e këtyre burrave me asnjë çmim. Lirimi i tyre do të ishte i barabartë me 3 momente të lirisë Kosovës. Një, çlimin e Kosovës, shpalljen e pavarësisë Kosovës, vendimin tepër të rëndësishëm me rëndësi historike, gjykatës ndërkombëtare drejtësisë dhe akti i lirimit të 4 burrave do të jetë akti më i ndritshëm në historinë e Kosovës. Dhe mund të thuhet lirisht se kthimi i këtyre burrave po fuqizon edhe luftën e UÇK-s, po fuqizon edhe lirinë tonë, edhe ta them se s'jam poet, po merr në bëdo punë tjera, do ta avoloste lirinë e Kosovës. Të japim mbështetje dhe të solidarizohemi me Jakub Krasniqin, Shemthoqin, Kadri Veselin dhe Recep Selimin, të cilët pritet me 16 shtator të shpallet vendimi, e që ne besojmë që do të jetë vendim lirues dhe i pafajësisë së tyre. Ne sot jemi mbledh këto, të gjithë që na ka arrestuar Serbia dhe regjimi serb, edhe Jakub Krasniqi po ashtu është pjesë e jona, por Shemthoqin, Kadri Veselin dhe Recep Selimin nuk ka pas fuqi me i arrestu, sepse atëherë këta kanë marrë armët dhe kanë luftu, dhe atë që se ka bo Serbia, e ka bo gjykata speciale, e ka bo Haga. Prandaj, këta janë të burgosërit e fundit politik, për të cilët ne duhet të gjithë të organizohemi, të mblidhemi në shesh me 12 shtator për të kërkuar drejtësi dhe për të kërkuar shpalljen e pafajësisë së tyre nga gjykata speciale e cila është në Hagë. Është mirë që jemi mbledh, është mirë që masovikisht i përgjigjemi ftesës së platformës Liria ka emër dhe qytetarëve të Republikës, të jemi në shesh, të jemi aty ku kërkohet për të kërkuar drejtësi. Dhe drejtësia është në anën e luftës çlirimtare të Kosovës. Nëse këta burra dënohen, dënohet Kosova. Nëse këta burra dënohet, dënohet shpallja, dokumenti i pavarësisë Kosovës, dënohet edhe ai dokument. Prandaj ne duhet të bëjmë çmos të merr vesh bota demokratike, se ne jemi me luftën e pastër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ne jemi në mbështetje të këtyre. Kërkoj nga platforma Liria ka emër që pas datës 16 shtator, që jam i bindur që këta burra do të lirohen, të vazhdojnë me rrugën e tyre deri në lirimin edhe të Calit, edhe të Shalës, edhe të tjerëve. Prandaj ju duhet të vazhdoni dhe unë ju përgëzoj për punën dhe aktivitetin e juve. Liri për çlirimtarët e Kosovës. Faleminderit. Në historinë tonë, prej Shën Stefanit, Berlinit, Londrës, bëhet në konferencën e paqes Paris, ne si pjesë e tokës shqiptare me emrin Kosovë, as në luftën e parë, as dytën, në të fundit me guerile, me vullnetar të dalë zot lirisë dhe atë vëjut,
dhe tash këtu na kanë ngatru. Ne fitum dhe me gjenerate privilegjume që arritëm deri këtu. Përkrahja dhe mbështetja e të mbajturve peng, edhe sot që janë përfaqësues që kanë përfaqësuar në luftën, janë peng i një politikës që me gjas nuk kemi mri me e lexuar, shumë për lexojnë edhe sot, se ka dhe fajet tona shumë. Në këtë rast, du me thonën që pjesa e Evropës, faleminderit që në kanë pjesë e NATO-s, po Anglia dhe Amerika po jesin, unë gabimisht në ashta këtu parametëve të informimit, po i deshifroj këto sene, po me gjas ju mbeti zhig që Kosova o ndanë këtë luft. Ju mbeti hatri. Tash, a e dëshmume dhe na me vepër, se imi dalë zët të lirisë dhe adheut, kemi për të folë. Po, për mës të zotur, jo për krahje, po për kushtim me shpirt për arsye se, po dënun përfaqësues të luftës. Na dënohet lufta dhe liria e fituar në këtë kohë. Andaj, ju të shakini inicuar. Ne gjithmonë jemi kanë për krahjet ju, nuk bisedohet e punë, jemi edhe me që të mosh të shtym, të qaluën, po jo të pushuën. Unë kam propozim që në të gjitha qendrat e Evropës të përfshin edhe në Amerikë, se gjithmonë kemi pas për krahje dhe kemi shqiptar, po edhe në Australi, edhe kudo qoftë në rrezullin toksor, me u inicuën. Mbajtja e protestës, jo me kërkuan, se është fjala për pengmarrje dhe me na ndruan kuptimin e lirisë. Rreziku qëndron në atë që thanë shokët se nëse dënohen përfaqësuesit edhe atë që e ka shpallën pavarësinë, ty dënohet liria e fituar dhe pavarësia. Shkabohet me këtë Republikën e tretë, na nuk e dina, po dalë zot dhe kërkes, protest, gjithçysh, po mundësisht çdo konë. Çështjet janë në mulli për mendimin tem, sa marrë vesh në politik, janë të ngatruara, gjithmonë kemi shku mrapa në procese, po vetëm kësaj na here kur e kemi mrinë lirin, jemi kanën me kohë të rreshtum dhe u mri qëllimi. Unë vetëm po mbetëm në këtë me u inicuar në çdo qendër të botës dhe me përmbajtje lirimi i pengëve të dënuar pa prova materiale. Ata akuzohen prej Rusijës, Serbijës, edhe me smezatën prej këtë kujna, se është në përshoj momenti kur na dënohet liria. Për herë të parë, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë na njeh të drejtën. Pse na pjekës së tokës. Unë ju përshëndes dhe mendoj se duhet të jepet karakter protestues kundër të padrejtës dhe pengmarrjes së njerëzve që kanë përfaqësuar shtetin dhe lirinë. Ju falenderit. Edhe po mpyesin se çysh është gjendja në Kosovë. Edhe aty ishin spaku 30-40 nacionalitete të ndryshme. Edhe zakonisht në për Evropë nuk mund fort me folklore, romantizëm, me i livrit diskutimet, se nuk marrin seriozisht. E u thash që Kosova është si krejt venet e rajonit. As ma mirë, as ma keq në kuptimin që është e përparsume se si shtet është i ri, po i ka problemet e njëjta që i kanë shtetet e vjetra me tradit 100-200 vjeçare. Në pëtën a ka korupcion, a ka këso, i thash krejt ka pak, si në krejt venet, dhe një sërb aty student, po reagon, tha, Ismaili tha e ka tregimin e vetë, tha unë e kam tregimin tim, tha për me relativizu. Edhe thash është e vërtet, thash veç për tregimin tem ka bombardu NATO, civilizimi perëndimor, dhe tregimi jëtë është vleftësu edhe o cilësu si genocidial. Pse morra këtë shembull? Se nëse ata dënohen, i bjen që
krejt tregimi Miloševićit, që e ka pas për UÇK-n, për Juve, për krejt shtetarët e Kosovës, është që ata janë kriminal, edhe shteti po ashtu është kriminal. Dhe në këtë ballafaqim, na të duhet më u tërheq për i tregimit vetë, edhe me i dha të drejt Miloševićit 30 sa vjetë mas lufte, që i dëllen fjallë edhe ai pas ka pas drejt. Që ka që rrezikshme është dënimi i tyne, që na qënë edhe drejt të legjtimimit shtetit edhe komplet tregimit tonë, që ka qenë tregimi së drejtës. Dhe këtu s'duhet më u lajthit, as me përdor inate e grumbullimet, frustrume, caktume, se është në pyetje e ardhmja e Kosovës. Edhe këtu duhet jemi serioz, edhe duhet t'i detektojmë që në fillim truqet që i bajnë armisht tanë, se unë kam përshtypjen ka pak mas luftës se kena hongër në sy Serbin, kena menu që e mëtëm me ka krejt, ndërko ata kanë punu, kanë qenë viktim, kuptimin e bombardimit, kanë qenë për toke në kuptimin e imazhit ndërkombëtar, kanë qenë jo funksional në organizimin e tyre politik, dhe prej kësaj situate na kanë luftu neve. Në fund, nuk kem qef me i dal fjalët e Miloshit për Kosovën, kem qef me dal e drejta universale e luftës për liri. Dhe nërë faleminderit gjithve juve, edhe juftoj që me 12-in t'jemi gjithë bashkë pjesë e marshit për me qu një mesazh qytetarie që jem të pjekun edhe e dim çka dum, edhe e dim se qysh mbrohen vlerat, që pak a shumë, unë e thëmë ka pak me humor, që në Kosovë jena të fundit që jem të mbrojt vlerat evropiane, sepse UÇK-ja është vlerë perëndimore, është vlerë universale, po ashtu është vlerë evropiane. Dhe këtu në Kosovë, na po e mbrojmë Evropën me UÇK-n. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Lufta për liri e popullit shqiptar, u përmend edhe këtu herët ka fillu, është një ligj quania të drejta të burgosur e politik prej marsit 1913-ës e deri në vitin 1999, kur është menduar se përfundoi gjithçka. Në fakt, kjo vazhdoi me burgosjet grupit Drenicës, Llapit, grupeve zonave, komandant zonave dhe luftar të ushtrisë shqiptare të Kosovës, me akuza të imagjinuara. Prandaj, unë kam bindjen që edhe këto akuza që janë të kuzhinave të Beogradit kanë me dështue edhe liria e këtyne bashkëluftarëve të lirisë, udhëheqjes politike në faza të ndryshme, si president shteti, kryetar kuvendeve, ministër, deputet që ishin, uroj që me 12 shtator, gjithësisht, me 16 shtator, të pret populata shqiptare të lirë në Prishtinë. Respekt për juve, në mbështetjen e ishte dënore politike keni pas, po e përsëris e keni, dhe do ta keni, dhe t'i japëm më fund kësaj katrahure anti-shqiptare, që ka filluar nga Parlamenti Evropian dhe më vonë procedurat juridike kanë vazhduar deri në ditët e sotme këto ku jemi. Edhe të gjitha bashkë me Dick Martin, edhe Carla Del Ponte, Hellorina kanë me shkue. Ju faleminderit për pjesëmarrje. Së parë, faleminderit shumë.